Askush nuk e mendonte se kandidati për deputeti PD Eno Bozdo, i pari tek lista e sigurt në Berat, të ketë 26 pasuri të paluajtshme, jo sa ai në çdo dalje publike televizive fliste si qelibar kundër korrupsionit, por sepse deri në vitin 2005, kur ishte 33 vjeç, nuk kishte asnjë lloj pasurie, ndërsa pas vitit 2005, kur nëpërmjet Gens Pollos hyri në kupolën e pushtetit të PD-s, krejt në heshtje si urith, pas ka vënë 26 pasuri të paluajtshme, regjistruar në emër të babait, të vërtetuara në regjistrat e kadastrës. Nga burime brenda BKH, pamfleti ka mësuar se me indicje publikimi në media, ka nisur hetimi për 26 pasuri të Eno Bozdos, të vëna pas vitit 2005, kur ai u emërua zëvendës ministër i ekonomisë gjatë pushtetit të PD, dhe në vitet 2013-2015, kur ishte zëvendës kryetar i Bashkisë Tiranë. Baza për të filluar hetimin e pasurive të Eno Bozdos ka si piknisje edhe faktin që para dhe pas largimit nga këto detyra nuk ka deklaruar pasuri, ndërsa në emër të babait të tij pensionist janë regjistruar 26 pasuri gjatë 10 viteve, kur Eno ishte funksionar i lartë në pushtetin e PD-s. Në hetimin e nisur nga SPAK nëpërmjet agjentëve të BKH, janë bashkangjitur prova të dala nga hetimet e mëparshme për Sali Berishën dhe ish qeveritarët e tjerë të PD-LSI, ku emri Eno Bozdos ka dalë si firmosës në shumë afera korrupsioni. Sipas të dhënave, rezulton se në vitet 2005-2013, kur Eno Bozdo ishte zëvendës ministër i ekonomisë në pushtetin Berisha, me ish ministrat Genç Ruli, Dritan Prifti, Ilir Meta, Nasip Naço, Edmond Haxhinasto e Florion Mima, ka bërë dosjet për 92 hece private me dokumente të dyshimta. Po kështu, si zëvendës ministër, Eno Bozdo ka hartuar dhe firmosur dokumente për privatizimin e ish klubit Partizani, ku Berishët ndërtuan 17 kulla me Fatmir Bektashin. Emri Eno Bozdos ka dalë në shitjen e 4 heceve shtetëror, Bistric 1-2 dhe ulës Shkopet tek mafia turke, në aferën e shitjes së Armo tek Rezar Taçi, tek ndryshimet e kontratave koncesionare të Kromit, Bakrit e Bankers dhe tek dosjet e privatizimit të 213 pasurive shtetërore. Në vitet 2015-2013, zëvendës kryetar i Bashkisë Tiranë, emri Eno Bozdos ka dalë si firmosës i dhurimit të 108.000 m2 troje shteti për pallate e kulla, por në të dyja detyrat ka edhe gjurmë zullumesh të tjera të cilat SPAK e BKH i kanë objekt hetimi. Deri tani janë konstatuar 26 pasuri, vlera e të cilave do krahasohet me pagat që Eno Bozdo ka marrë gjatë 10 viteve në 2 detyrat e larta, periudhë gjatë së cilës rezulton se janë vënë këto pasuri, por edhe faktin që para startimit në pushtet dhe pas largimit ai nuk ka deklaruar pasuri. Ato që nuk ka bërë inspektoriati verifikimit të pasurive, nga që Eno Bozdo i ka regjistruar në emër të babait, kanë vendosur ta bëjnë SPAK e BKH, duke gjurmuar burimin financiar të tyre. Mjafton kaq për të kuptuar se kur ish zëvendës ministri Eno Bozdo ka vënë 26 pasuri, merret me mend se çfarë batërdie korrupsioni ka bërë familja Berisha dhe ish ministrat gjatë 8 viteve të pushtetit të PD, kur 4 vite ishin bashkë me Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin.